për të komentuar momentin e radhës. Brikena filloi që të mbështetën Mateon nga jashtë. Dita e sotme ishte një surprizë e bukur për Mateon brenda në shtëpinë e Big Brotherit, ku Brikena kishte përzgjedhur që t'i nisë një dron. Në fakt nuk e priste Mateo fare, duke njohur natyrën e Brikenës, duke njohur karakterin e Brikenës, se çfarë qëndrime ka mbajtur Brikena brenda në shtëpi, sa e ftohtë në një lloj raporti ka qenë ajo me Mateon, por siç duket pjesa e jashtme, miratimi i familjes së Brikenës, dashuria e familjes së Brikenës kundër drejt Mateos e bëri Brikenën që të bën një lëvizje që Mateo në fakt e pash që e befasoi. Mateoja nuk e priste që brenda shtëpisë së Big Brotherit të mbërri një dron nga ana e Brikenës. Do me thënë, Brikena jashtë është duke mbajtur të vetmen fjalë, që është duke bërë tifo për Mateon. I pari që kam besuar në këtë marrëdhënie, i pari që kam besuar në këtë lidhje, i pari që kam besuar në këtë dashuri, kam qenë unë. Do të thoni pse. Fillimisht një herë unë e kam parë që mes këtyre të dyve ekziston një shkëndijë, sepse po të mos dëshironte Brikena që të ishte me Mateon, Brikena nuk do t'ja jepte fare mundësinë, kishte edhe mundësinë që të lërë lojën e gjisëm edhe të largohet nga shtëpia e Big Brotherit. Por, siç duket, ajo dëshira e madhe e Brikenës për ta njohur Mateon më shumë, për të qëndruar me Mateon, për të jetuar momente të bukura me Mateon, e bëri Brikenën që të vazhdon në stilin e saj të nxjerrën pikat e bukura dhe të mira të Mateos. Tani, Brikena e fuqizoi Mateo në lojë që në momentin kur e nxori në nominim. Një nominim që në fakt ishte si tip hakmarrje, por automatikisht Brikena i dha vlera në lojë Mateos dhe e bëri më të fuqishëm. E bëri Mateon që të jetë kryefjala dhe kryevepra e Big Brother VIP Albania, dhe realisht Mateo arriti që ta merrte të gjën. Tani, Mateo, me sinqeritetin e tij, me drejtësinë e tij shpirtërore dhe me zemrën e tij të pastër, arriti që t'ia fiton shpirtin Brikenës, arriti që t'ia merr zemrën Brikenës dhe arriti që Brikenën e dashur ta bëj për vete. Do me thënë, Brikenën ta bëj që të fascionohet pas Mateos. Avash, Brikena e mori këtë gjën, por unë e kam thënë gjithmonë, duke patur të bëjmë me një vajzë tradicionale, me një vajzë e cila që në momentin e parë, kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, ka thënë që unë jam një vajzë që vi nga një jetë që jam rritur me gjyshin, me gjyshen, me hallën, me tezen, me dajën, ajo vajzë kishte shumë të vështirë që ta pranonte rrugtimin e saj në Big Brother me një djalë, dashurinë e saj në Big Brother me një djalë, dhe sidomos kur në këtë mes kishim edhe aspektin e besimit, për t'i thënë një po të madhe Mateos. Por në momentin që Brikena ul në atë karige në studio, edhe në momentin që Brikena doli nga jo studio, e kuptoi që dhe publiku, por edhe familja e kanë duartrokitur dhe kanë mbështetur këtë marrëdhënie.